Vala e protestave të opozitës para Bashkisë së Tiranës për shkarkimin e Erion Veliajt solli pas një viti një dëshirë të plotësuar me bashkimin e votave të demokratëve me socialistët, por duket se e gjeti Partinë Demokratike pa një plan B. Kush do të ishte kandidati i tyre i vlefshëm për drejtimin e kryeqytetit me mbi 1 milion banor, pa një emër kur nisën protestat ende në kërkim edhe me shpalljen e datës së zgjedhjeve të parakohshme në 9 nëntor. Me zyrtarizimin e vendimit u tërhoqën nga gara për pushtetin afatshkurt të 2 vjeçar, kandidaturat më të përfolura mes demokratëve, Jorida Tabaku dhe Ilir Ali Mehmeti. Ky mos sakrifikim solli deklarata pas deklaratash në takimet e PD-s me aleatët se lista e emrave është e gjatë, por duhen respektuar kriteret në një proces konsultimi. Konsultohemi, pastaj vendosim. Konsultimi përfundoi sërish pa një emër zyrtar, por me një vendim që opinioni publik po e cilëson qesharak. Opozita do të jetë mburoja mbështetëse e kandidatëve të pavarur. Një tjetër proces ka nisur në këtë fazë, ndërsa akademiku Artan Fuga thotë se asnjë deputet nuk e merr përsipër të kandidojë për Tiranën, ndërkohë që në fund opozita do të gjejë dikë që e quan fitore vetëm se ju zu emri në gojë. Emra publik, por jo politik, po vetë ofrohen në garën përballë kandidates së Partisë Socialiste Ogerta Manastirliu. Një fushbetejë elektorale që duket jo e barabartë, por sërish me kosto më të madhe për opozitën që mendon se duhet të përzgjidhet një emër intelektual, duke shkaktuar zemrimin e një pjesë të demokratëve që kërkojnë të jenë kandidatët për kryebashkiak si Adriana Kalaja apo Klevis Balliu. Dhe ku nuk mungojnë edhe sulmet drejt jo partiakëve që kanë shprehur dëshirën për një kandidim. Akademiku me formim shkenca politike Ermal Asimja ishte ndër të parët të cilët i tha po një kandidimi të mundshëm. Gatishmëri për të përfshirë në garë ka shprehur edhe Agron Haxhimali, kryetari i shoqatës së bashkive. Florian Haçkaj është gati të lërë diasporën për të bërë pjesë e zgjedhjeve në Bashkinë Tiranë. E së fundmi, si për ta bërë stradë atmosferën e këtyre zgjedhjeve, edhe aktori Florian Binaj ka vendosur të kandidojë për të qenë ai i pari i Tiranës. Disa prej këtyre emrave kanë marrë premtime mbështetje nga faktorë të ndryshëm brenda opozitës, por asnjëri deri më tani nuk ka një unanimitet të gjithë spektrit opozitar.